Dua të falenderoj zotin Aristotel Petro, pa të cilin nuk do kisha marrë guximin që të dilja në biseda drejt për drejt në TikTok. Për mua ishte një tmerr i vërtet, mirë po ngrohtësia e tij, dashamirësia e këtij personaliteti të mediave shqiptare, më bëri ta ndjej veten, domethënë si të shtëpisë, dhe aty në live-in e tij, unë gjeta njerëz të jashtëzakonshëm, shqiptar të devotshëm, patriot, që më shpjeguan shumë fjalë nga gjuha arvanitase. Një nga këto fjalë është fjala cinaro, e cila ka ekzistuar në gjuhën tonë arbërore. Ka kuptimin qerpik. Dhe në gjuhën shqipe kemi fjalën kirpik nga gjuha turke, por ne nuk e dinim cila ishte origjinali. Kamarda mendonte se vinte nga latinishtja, dhe shumë e afërt me fjalën latine vetull, fjala qerpik në gjuhën arvanitase. Pra, në gjuhën arvanitase është cinor, ndërkohë që unë e gjej në gjuhën arbëreshe, nëpërmjet filmave në YouTube, cinur. Dhe nuk e dija cila ishte primare, fjala cinor apo cinur. Mirë po, një nga miqt që gjejmë në TikTok, me banim në Greqi, me emrin ndoshta të vërtet, Dorian Xhani, më thotë që kjo vjen nga Mato Cinoron. Ç'është Mato Cinoro? E pra vjen nga fjala Mato, i thon syrit në greqisht, por kjo ka rënë, dhe Cinoro vjen gjithashtu nga greqishtja to Sinoron. Është emër i gjinisë asnjanse. Unë beta pa mend, sepse ne kemi fjalën shqipe sinori, i thon kufirit. Mato Cinoron është metaforë jashtëzakonshme homerike, do thot kufiri i syrit. Dhe arvanitasit e heqin fjalën greke mati, që i thon syrit, dhe mbetet fjala synoro dhe cinoro. Është bashkangjitur forma e trajtës është quar to sinoron dhe është bërë cinoro. Në gjuhën arvanitase, pra pa dashje, gjuha greke vërteton që shqiptarët janë autokton. Madje fjala qerpik ka lindur në Greqi. Arbreshet kanë ardhur që të gjithë nga Greqia. Vetëm kjo fjalë tregon që arbreshet janë përzënë nga grekët në shekullin e 15. Ndërkohë që grekët, historianët grek, kanë manipuluar historinë dhe kanë thënë që arbreshet kanë ardhur nga veriu në shekullin e 15. E vërteta është se ata kanë ikur nga Greqia në shekullin e 15 dhe janë përzënë bashkë me venedikasit, sepse Greqia ka qenë e pushtuar për më shumë se 300 vjet nga kryqëtarët e kryqëzatës së 4. Ata shkuan gjoja për të çliruar Jeruzalemin dhe ju vërsulën Albanisë, ngritën principatën e parë Albania, por ju vërsulën dhe Helladës dhe e pushtuan atë. Ju vërsulën dhe Bizantit, e pushtuan dhe atë, Konstantinopolin. Praktikisht, perandoria e lindjes është rrëzuar në shekullin e 12, por kjo nuk shkruhet në librat e historisë. Dhe grekët thresin në ndihmë turqit aziatik për të çliruar nga kryqëtarët dhe përzën dhe arvanitasit. Kjo është historia vërtet e Shqipërisë, e shpjeguar nga fjalët e shqipes. Pra, shqipja ka fjalën qerpik nga fjala kufiri i syrit në greqisht. Kjo është fjala jonë origjinale. Sinor dhe cinoro. Është origjina e fjalës sinori, kufiri. Jo vetëm kaq, por emrat asnjanës të greqishtes janë bërë emra mashkullor të gjuhës shqipe, sepse gjuha shqipe e ka humbur asnjansin. Dhe gjuha shqipe e ka humbur asnjansin në prani të gjuhës greke. Pra, gramatikisht gjuha shqipe dhe gjuha greke janë lidhur përgjithmonë. Kjo ka dalë nga këta filmat në TikTok, bisedat që bëjmë neve drejt për drejt. Pra, këtë e solli këtë fjalë
Ky person, Dorian Xhani, nuk e di është emri i tij vërtet. Pra, nga ky tok fjalësh Helen ka dalë fjala sinor, kufi në gjuhën shqipe, cinor, qërpik, cinur, qërpik tek arbreshët. Dhe arbreshët vinë nga Greqia, që të gjithë. Nuk vinë as nga Arbanasi, as nga Veriu fare. Që të gjithë vinë nga Morea, nga Atika, janë përzënë nga Grekët, bashkë me Venedikasit. Pra, arvanitasit janë banor autokton të Greqisë, sepse janë gjetur 4.000 toponime arvanitase në Greqi, dhe një pjesë të mire të këtyre toponimeve i ka gjetur zoti Aristotel Petro, dhe do t'i sjellim bashkë në të ardhmen. Këto 4.000 toponime arvanitase. Grekët i kanë hequr, po fatmirësisht janë ruajtur në hartat e vjetra. Pra gjuha greke pa dashje, nga që është gjuhë shkruar, ka ruajtur shqipen. Duke dashur ta shkatrojë atë, e ka ruajtur atë. Kjo është arsye që për shembull shqiptarët në Itali, arbreshët e kanë humbur gjuhën e tyre, kanë futur shumë fjalë nga italishtja. Arvanitasit jo. Edhe shqiptarët që kanë shkuar në Turqi e kanë humbur gjuhën e tyre, arvanitasit jo. Dhe kjo është gjë më e çuditshme. E kanë ruajtur në mënyrë të pavarur nga trungu i shqipes në Shqipëri. Sepse gjuha arvanitase është shkruar. Madje ka gazeta në gjuhën arvanitase, që arvanitasit do t'i gjejnë dhe do i sjellin. Janë shkruar me shkronja greke, po është shqip. Arvanitasit flasin shqip ose arvanitisht. Në fakt, unë them që t'i vëm emrin e lashtë të Shqipërisë, Arvanitia ose Arbanitia, është emri ynë, autokton, do thot njeri i bardhë. Unë kam zbuluar që shqiptarët e Çamërisë e kanë quajtur veten e tyre Arven. Çamëria është quajtur Arvenica. Merrni frymthell, jo Çamëria. Sepse Çamëria është emër shumë i ngushtë, është vetëm gryka e lumit Thyamis, ndërsa Arvenica është pjesa veriore e Greqisë. Nga fjala arben. Ky është dialekti atik, arben. Arban është dialekti dorik. Gjuha shqipe ka ruajtur të dy dialektet e lashta iliro-helene. Veriu dhe Shqipëria sipërme është quajtur Arbenica, emër për këdelës, dhe e poshtmja, pra dialekti dorik, është quajtur Arbania. Merrni frymthell, gjuha shqipe ka ruajtur të dy dialektet. Një lloj si në Dalmaci ka patur dy emra. Kryeqyteti i Dalmateve quhej Delmion në dialektin atik dhe Dalmion në dialektin dorik. Në Kroaci janë folur dialektet iliro-helene. Zbulim. Nuk gjej dot fjalë. Pra kemi fjalën sinor, kufi. Vjen nga fjala syn, do thot bashk, me, dhe horos i thon kufirit. Është metaforë greke në shqip. Megjithatë huazim tregon që ne jemi autokton. Fjala cinori, gjithashtu në gjuhën arbreshe, do thot kufiri pranë syrit, qërpiku. E pabesueshme, po të mos ishte TikToku dhe bisedat që kemi bërë neve drejt për drejt, kjo s'do kishte dalur kur, asnjëherë. Dhe fundit fare, fjala syni është gjithashtu shkurtim i formës së lashtë, synoron, sepse edhe në shqip, edhe në greqisht, yja bëhet i. Synoron është bërë sinoron, dhe gjuha shqipe syni dhe sini ka pësuar të njëjtat ndryshime fonetike si në greqisht. Pra siç u bë synoron në sinoron, kjo pjesë e shkurtuar syni ose kufiri i syrit, kjo pjesë e shkurtuar do thot bashk, me,
në gjuhën helene. Madje ky është qytet i lirë në Dalmaci edhe në Dardani. Do ta shikoni këtë film. E krijuar nga fjala syni. Është çmenduri. Kjo që ka ndodhur. Përfundimisht fjala syni është shkurtimi i fjalës synoron. Kufiri pranë syrit. Fjala mati është hequr fare dhe ka mbetur vetëm fjala kufi, syri, ose kufiri pranë syrit. Pra dua t'i falenderoj këta shqiptar fantastik. Tani me mira veta vinë në bisedat tona live në TikTok. E janë dhe ju, shprehni mendimin tuaj, sepse ne i përdorim këto diskutime për të gjetur fjalë të shqipes që janë shumë të thella. Na duhen fjalë dialektore, që nuk janë regjistruar nga Akademia e Shkencave të Shqipërisë, sepse s'kishte si të i regjistronte. Na duhen fjalët arvanitase, na duhen fjalë arbëreshe, na duhen fjalë të shqiptarëve të Maqedonisë, na duhen fjalë të shqiptarëve të Preshevës, të Sanxhakut, të Plavës, Guxzis, Malit të Zi. Ju lutem, bashkohuni me ne. Mirupafshim në filma të tjerë shkencor.